Ta keni edhe ju minutin tuaj. Minutin e kisha dasht, por nuk kisha dasht që nalim në detaje. I dim procese, janë procese publike, procesi rishikimi strategjik sektorit sigurisë, si që tha, ka qenë proces, do më thot, 2 vjeçar, 12 ka fillu dhe me 2014 ka përfundu. Janë rekomandimet që kanë dalë, dhe mbi bazën atyre rekomandimeve ka qenë faktikisht zhvillimi i sektorit sigurisë, dhe kemi arrit deri te ajo që u tha, do më thot, në vendimet e mëdhaja në 2018 dhe në 2019 me mision 3 për FSK-n. Çka është me rëndësi me kuptu? Unë mendoj që sektori sigurisë dhe i mbrojtjes duhet të trajtohen nga secilat qeveri, do të si proces në vazhdim. Ne nuk kemi kohë faktikisht i kthehemi mrapa, ose nuk kemi kohë thëmë ka është ba mirë ose është ba keq. Problemi që ndron kërsimet dhe rreziqet, neve nuk na lajnë hapësirë faktikisht që të trajtojmë sektorin e sigurisë si të ndarë ose si interes faktikisht partijak. Problemi që ndron te kjo që duhet me të vërtet një konsistencë dhe të vazhdojmë faktikisht me ngritjen e kapaciteteve bazuar në kërsimet që i kemi. Faleminderit shumë. A vjojmë tutje flasim për forcimin e forcës sigurisë?